Gjykata e Shkodrës i la në arrest shtëpie 18-vjeçarin Arvin Fregjaj dhe babain e tij Agron Mehmeti të përfshirë në konfliktin e 16 korrikut në Poliklinikën e Shkodrës ku mbeti i plagosur Vildan Kepeca. Në seancën gjyqësore të kryesuar nga gjyqtarja Arta Llazani, organi i akuzës i përfaqësuar nga prokurori Ndriçim Alila i kërkoi zbutje të masës për të riun, që sapo ka mbushur 18 vjeç për shkak të problemeve shëndetësore që ai ka. Si provë janë paraqitur dokumente mjekësore, ndërkohë që në seancë ka shfaqur shenja pendese për ngjarjen. Ata kanë deklaruar se konflikti ka ardhur në kushtet e një përplasje të qastit dhe gjakmëdhetësisë, duke qenë se i riu ka probleme shëndetësore. Avokati i mbrojtës Bruno Pepa kërkoi të njëjtën masë edhe për babain që të kujdeset për të. Nga hetimet paraprake, sipas mbrojtjes, nuk është provuar se i riu ka pasur thik gjatë konfliktit, por një prerje se thonjësh që as kjo nuk është gjetur si provë materiale, duke u bazuar në provat e paraqitura dhe qëndrimin e pandehurve. Gjykata vendosi masën e sigurisë arrest shtëpie për të dy. Me të njëjtën masë sigurie u la dhe Arben Kepeca, vëllai të plagosurit i cili akuzohet për penale të armbajtjes pa leje, pasi u arrestua me një pistolet pas ngjarjes.